Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se ka mbetur edhe 2 ditë nga përfundimi i afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet nga subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se afati 11 ditor për partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur do të përfundojnë më datë 12 maj në orën 24. Sipas afatit të përcaktuar më 12 maj në mesnatë përmbyllet periudha për dorëzimin e listave, membrat e kandidatëve për deputet që të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Procedura zhvillohet përmes platformës elektronike dhe është e ngjashme me atë të përdorur në zgjedhjet e fundit parlamentare, tha Elezi. Sipas të dhënave të KQZ-s, në zgjedhjet e ardhshme pritet të marrin pjesë gjithsej 27 subjekte politike, përfshirë 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur. Në krahasim me zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, ku garuan 28 subjekte politike, me gjithsej 1279 kandidat për deputet, këtë herë numri i subjekteve pritet të jetë pak më i ulët. Ndërkaq në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi 1180 kandidat për deputet nga 24 subjekte politike, të përbëra nga 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe një kandidat i pavarur. Zgjedhjet e 7 qershorit konsiderohen të rëndësishme për skenën politike në Kosovë, në një periudhë të shoqëruar me zhvillime intensive politike dhe përpjekje për stabilitet institucional.